përfytyroni këtë skenë. Një infermiere e re me një lëvizje të papritur godet me shuplak një grua që shtrihet e pajet në një tavolinë metalike. Një zhurmë shurdhuese copton heshtjen e morgut. "Çfarë po bën?" bërtet dikush. "Ajo është e vdekur. Kjo është gruaja e miliarderit." Por në ato moment diçka e pabesueshme ndodhi. Një dridhje e lehtë, një frymëmarrje e mekur dhe pastaj syt hapen. E vdekura kthehet në jetë dhe askush, sidomos infermierja, nuk e beson atë që po ndodh. Si është e mundur kjo? Dhe çfarë fshihet pas kësaj ngjarje tronditëse? "Nuk po bëj shaka", tha me zë të lartë Natasha, një infermiere bjonde, 25 vjeçare, dhe me gjithë forcën e saj lëshoi pëllëmbën e dorës mbi faqen e djathtë të gruas që shtrihej në tavolinën e ftohtë metalike. Goditja e fortë bëri që dikush të zinte frymën dhe dikush të lëshonte veglat. Askush nuk mund të besonte se e njëjta vajzë e qetë, e cila vetëm dje me droj kërkonte këshilla nga kolegët e saj më të vjetër, ishte aftë për një sjellje kaq të pamatur sot. "Çfarë po bën?" bërtiti Aleksej, asistenti i patologut. Sytë e tij u zgjeruan nga tmeri, duart e tij u shtrënguan pa vetëdije në grushta dhe ai bërtiti, "Ajo ka vdekur. Kjo është gruaja e miliarderit. Të gjitha gazetat shkruan për të." Mbretëroi një heshtje shtypëse. Dëgjoheshin pika ujë që binin nga një rubinet i mbyllur keq. Zemra e Natashës rrihte çmendurisht. Ajo ndjente se do i dilte nga krahori. Ajo shikoi trupin dhe papritmas u tërhoq. Asaj i dukej se qepallat e gruas u dridhen. Apo e kishte imagjinuar. "Më falni, filloi Natasha, duke mos kuptuar se çfarë sapo kishte bërë. Nuk e di se çfarë më zuri, por para se dikush të mund të rivendoste rendin, ajo që mendoi të ishte një trup papritmas tregoi shenja jete." Në fillim, dora e saj u dridh pak, pastaj pasoi një frymëmarrje e ngjirur dhe sekondën tjetër gruaja hapi syt gjerësisht. Tmeri dhe dhimbja pasqyroheshin në fytyrën e saj. Ajo përpoq të bërtiste, por nuk mundi. Disa njerëz u tërhoqën nga tavolina me tmerr dhe dikush lëshoi veglat përsëri. "O Zot, ajo është gjallë", përshpëriti njëri nga infermierët. Ljudmila, detyra e së cilës ishte të asistonte në autopsinë dhe të mbante rregullin në departamentin e patologjisë. Natasha e pa aftë të thoshte një fjalë, kapi shtratin më të afërt me rrota, duart e saj dridheshin. Ajo kujtoi se si dje kishte pranuar dokumentet për pranimin e kësaj gruaje, Irina Vadimnovna, gruaja e biznismenit të famshëm Anton Golovin. Sipas dokumenteve, Irina kishte vdekur prej një dite. Vetë Natasha ndihmoi në përgatitjen e trupit për ekzaminim fillestar. Shkaku i vdekjes nuk ishte bërë ende zyrtarisht i ditur në ato kohë. Patologu i moshuar Dimitri Konstantinović, zakonisht i ftohtë, erdhi në vetë i pari. "Ljudmila, thirr ambulancën urgjent", bërtiti ai. Zëri i tij u kthye në një ulurim. Irina lëvizi përsëri dhe përshpëriti. "Ku jam? Kam ftohtë. Më lëshoni të dal." Natasha menjëherë u hodh pranë saj. "Gjithçka është në rregull. Ne do t'i bëjmë të gjitha tani", përshpëriti ajo, duke përpjekur të fliste sa më butësisht. Dikush të sjell një batanie. Infermierët nxituan për të kthyer urdhërin, duke hedhur syt me frikë Natashës. Ishte ajo që goditi trupin, i cili sipas dokumenteve ishte i vdekur. Në këtë moment Ljudmila njoftoi me zë të lartë, "Po thëras tashmë reanimacionin." Natasha, duke kapur me ngërç dorën e infermierës, "Mos më ler", Natasha u dridh. Si mund ta njihja ajo? Ajo kujtoi se kur mbriti trupi, diçka e kishte alarmuar. Makiazhi tepër i rregullt, grotësia e lehtë e lëkurës, por sipas dokumenteve gjithçka ishte në rregull. Vdekja biologjike e konfirmuar nga mjekët, dokumentet e plotësuara, punonjësit që u identifikuan si oficer policie, ndërsa mjekët nxitonin nëpër departament, dikush raportoi atë që po ndodhte në administratë, shërbimin e sigurisë dhe ndoshta në shtyp. Një roje sigurie me emrin Sergej, një burr i madh rreth të 40-tave, hyri në vrull në morg. "Çfarë dreqin?" bërtiti ai. "Më thanë se një kufum më kthye në jetë këtu. Është shaka."
Askush nuk po bën shaka, tha Aleksej përmes dhëmbëve të shtrënguar. Irina Vadimnovna është e gjallë, duket se ajo ishte në një lloj animacioni të pezulluar. Nuk e kuptoi as vet, ndërsa specialistët e reanimacionit po lidhnin Irinën me pajisjet. Presioni i saj gjakut ishte jashtëzakonisht i ulët dhe pulsi i saj mezi ndihej. Je nga mjekët bërtiti, metabolizmi është shumë i ngadalësuar, pothuajse si në një koma artificiale, por ajo është vërtet gjallë. Së shpejti një hetues i gjatë dhe i hollë, Roman Viktorovich Voloshin dhe asistenti i tij, një operative e ashpër me emrin Savevljev, hynë në dhomë. Fjala e ndjesisë u përhap shpejt. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Voloshin, duke shikuar të gjithë me një vështrim plot dyshim. Vetë jemi në shok, u përgjigj Aleksej. Ambulanca tashmë po punon me të. Nuk kemi asnjë ide ende se si mund të ketë ndodhur kjo. Kush e goditi? Pyeti hetuesi, duke I ditur tashmë përgjigjen, dhe u ofrua Natashës. Emri juaj? Natasha Lebedeva, jam 25 vjeçe, u përgjigj vajza. Më trego shkurt pa emocion, çfarë ndodhi Natasha? Natasha e zbehtë si muri, filloi tregimin e saj. Voloshin dëgjoi një heshtje, her pas her duke bërë shënime. Ai e kuptoi se mund të ishit akuzuar për dhunë kundër trupit? Apo edhe tentativ vrasjeje? Pyeti polici. Po, por nëse nuk do të kisha bërë këtë, ata do ta kishin hapur tashmë. Nuk isha ndërmend të bëja asnjë dëm vërtet. Specialistët e reanimacionit konfirmuan se gjendja e Irinës po stabilizohej. Voloshin insistoi për marrje në pyetje, por mjekët insistuan në transferimin e saj në një departament të ruajtur. Natasha ndjeu një lehtësim për një moment, por paprit mas, Irina kërkoi të thëriste hetuesin. E kam organizuar vetë këtë, nxori ajo frym, e shtrir në dhomë. Kjo nuk është një tentativ vrasjeje. Doja të vdisja për t'i shpëtuar, pastaj pasoi një histori tronditëse. Ajo ishte lodhur nga burri I saj, nga kontrolli. Ajo kishte një dashnor Denis. Ata gjetën njerëz që falsifikuan dokumentet dhe I administruan një drogë që shkaktonte vdekje klinike. Por diçka shkoi keq. Personi që duhej ta vdiste nga morgu nuk pati kohë ose e braktisi. Dikush donte që unë të vdisja vërtet, dhe pastaj ndjeva një goditje dhe u zgjova, përshpëriti Irina. Ndërsa policia po kërkonte pjesëmarrësit në mashtrim, Anton Golovin hyri me vrull në spital. Ai ishte I shokuar dhe kërkoi të takonte gruan e tij, por ajo refuzoi. Gjatë marrjes në pyetje, Irina pranoi se para vdekjes së saj, ajo transferoi shuma të mëdha parash në llogarinë e dashnorit të saj. Plani ishte të zhdukej, të organizonte një funeral, të shkonte jashtë vendit, por gjithçka dështoi. Dhe tani tradhtia. Denisi vërtet u përpoq të vriste. Ai u arrestua së shpejti. Ai planifikoi të kalonte kufirin me dokumente të falsifikuara. Fundi ishte pothuajse I parashikueshëm. Denis mori një dënim. Irina u paraqit në gjykat, por fal bashkëpunimit ajo shmangu burgun. Natasha mori një promovim dhe respektin e kolegëve të saj. Dhe qyteti diskutoi gjatë se si një shuplak në faqe zbuloi një sken mashtrimi, tradhtie dhe shpëtoi jetën dikujt. Ndonjëherë, duke ecur nëpër korridore, Natasha kujtonte zërin e asaj shuplake të lartë të tmerrshme fatale. Ky ishte fillimi I një jete të re për të dhe shumë të tjerë. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.